Në spionazh e vërteta vjen e shoqëruar nga dyshimi, asgjë nuk shpallet qartë, asgjë nuk përfundon përfundimisht. Histori dalin në pa në gjysmë të rrugës, të zbukuruara me guxim ose të qepura me propagandë. Në episodin e fundit të luftës në hije që po thellohet midis Izraelit dhe Iranit, Teherani pretendon se ka arritur kundër sulmin e tij të shumëpritur, duke infiltruar qarqet më të ndjeshme bërthamore të Izraelit dhe duke nxjerrë një thesar dokumentesh të klasifikuara, lista shkencëtarësh, hartat objekteve, dosje të brendshme. Televizioni iranian e përpunoi rrëfimin e një mit pothuajse të plot. Agent të huaj që mbajnë kërcënime të dërguara si lule, një shkencëtar hap derën e një makine për gjetur trëndafila të kuq dhe një kartolinë që shkruan "Mund t'ju arrim". Por ajo që është padyshim, është se asnjë rapal nuk po shpik një konflikt më të madh. Shumë kohë para se të bëheshin tuitujt kryesor të konfliktit 12 ditor, qershorin e kaluar, demaskimi i shkurtër dhe i furishëm i një konflikti të fshehur prej kohësh, shërbimet e inteligjencës kishin zhvilluar luftën e vërtet larg qiellit, ngadalë, intimisht, metodikisht. Lufta në hije u mpre në diçka më shumë, jo vetëm spionazh, por edhe luftë hibride. Deri në mesin e vitit 2025, inteligjenca ishte bashkuar pa probleme me forcën e hapur. Sipas raportimeve, agjentët izraelit futën kontraband pjesë të dronëve në Iran dhe ndërtuan platforma klandestine lëshimi brenda vendit. Këta avion pa ekuipazh u përdorën më pas për të rrëzuar sistemet e raketave tok-ajër përpara sulmeve në shkallë të gjerë izraelite kundër objekteve raketore dhe bërthamore iraniane, në atë që u bë lufta 12 ditore e shkurtër dhe e rrezikshme. Spionazhi nuk ishte më përgatitje për dhunë, ishte dhuna, dhënia e goditjeve të para përpara se pilotët të kalonin hapësirën ajrore. Përgjigjja iraniane që atëherë ka qenë dyfisht, spastrime të pamëshirshme kundër zbulimit në vend dhe ofensiva dramatike narrative jashtë vendit. Irani ka pretenduar arrestimin e disa operativëve të lidhur me Mossadin, disa janë ekzekutuar publikisht me akuza për spionazh. Këto rrëfime shpesh janë televizive, të ndërmjetësuara shumë, të paverifikueshme, por treguese të një shteti të bindur se mbrojtjet e tij të brendshme janë të kompromentuara. Pastaj në qershor erdhi pretendimi më i guximshëm i Iranit deri më tani. Ai kishte ndryshuar drejtimin e vetubacionit të spionazhit. Zyrtarët iranian thanë se operativet e inteligjencës kishin marrë në zotëri miliona faqe dokumentesh bërthamore izraelite. Ata folën për harta, të dhëna personeli, adresa shtëpish, e madje edhe fotografi nga mbikëqyrja. E gjitha tingëllonte çuditërisht simetrike me grabitjen e Teheranit nga Izraeli në vitin 2018, një operacion pasqyre, hakmarrje e plot. Deri më tani nuk ka dalë asnjë material që analistët e pavarur mund ta verifikojnë si të klasifikuar. Hetimet nga gazetarët me burime të hapura tregojnë se disa nga imazhet që Teherani shfaqi rrjedhin nga botime të disponueshme publikisht ose zbulime konferencash, materiale kërkimore që nuk kërkonin kurrë depërtimin e instalimeve të fortifikuara bërthamore. Izraeli, siç pritej, i ka hedhur poshtë pretendimet me heshtje të studiuar, ka refuzuar t'i jap dinjitet një fushate psikologjike me një kundërshtim. Realiteti më i thellë është më i frikshëm se çdo episod i vetëm. Rivaliteti i spionazhit të Mossadit me shërbimet e inteligjencës së Iranit nuk është episodik, shkruan Middle East Monitor, është sistematik. Ai mbështetet në rekrutimin e vazhdueshëm të informatorëve, kultivimin e agjentëve të dyfisht, infiltrimin kibernetik të institucioneve kërkimore, mbikëqyrjen e udhëtimeve akademike, kompromentimin e zinxhirëve të prokurimit dhe shënjestrimin e shkencëtarëve jashtë dhe brenda vendit. Është më i qetë se raketat dhe zakonisht shumë më efektiv. Lufta e 12 ditore mund të jetë ndalur me komunikate armëpushimi dhe fjalë të kota diplomatike, por makineria klandestine nuk u shua kurrë, në mos më shumë. Ajo u përshpejtua. Konflikti i ardhshëm nuk ka gjasa të fillojë me bomba, ai do të fillojë siç ndodh gjithmonë, me skedar të nxjerrë në heshtje, rrjete telefonike të hartëzuara, llogari bankare të gjurmuara, software të kompromentuar, rrugë furnizimi të përgjuara. Momentet vendimtare nuk do të zhvillohen në kryeqytete, por brenda laboratorëve, konferencave akademike, bazave të dhënave të telekomunikacionit dhe mendjeve të shkencëtarëve që pyesin veten nëse dikush e di adresën e tyre dhe diku ndoshta një buqet me lule pret nëse diljen e pasagjerit të një makine të pambyllur. Nëse imazhi i fundit është fakt apo trillim, kjo nuk e kupton thelbin. Në këtë luftë askush nuk deklaron asgjë, vetë perceptimi bëhet një armë. Funksioni më vdekjeprurës i spionazhit nuk qëndron në sekretet që vjedh, por në tmerrin që mbjell.